Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ka ngritur alarmin për pasojat e rënda ekonomike që po sjell zhvlerësimi i euros, duke e cilësuar situatën si një nga goditjet më serioze ndaj ekonomisë shqiptare dhe mirëqenies së qytetarëve. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se euro ka prekur minimumet historike të kursit të këmbimit, ndërsa në vitet e fundit vlera e saj ka rënë me rreth 40%. Sipas saj, ndonse për shumë qytetar kursi i këmbimit mund të duket si një koncept abstrakt, efektet e tij janë tashmë të prekshme në përditshmëri. Vlera e euros po ndikon në çmime, po ndikon në eksporte, po ndikon në punësim, po ndikon tek bizneset shqiptare dhe çdo retorikë që qeveria shqiptare mund të bëjë për të nxitur eksportet e për të stimuluar sektor është e kotë. Prej zhvlerësimit të euros sot dy sektor kryesor, ai i prodhimit fason, po njëkohësisht bujqësia janë në kolaps total. Janë dy sektorë që deri dje jetonin me eksporte dhe sot i mungojnë tregut ndërkombëtar, sepse rënja e vlerës së euros si rezultati i kriminalizimit të ekonomisë, i parave të pisa që janë duke hyrë në ekonominë shqiptare, ka pasur ndikim këto dy sektor, po ka ndikim në xhepin e qytetarëve. Tabaku e lidh drejt për drejt këtë situatë me kriminalizimin e ekonomisë dhe futjen e parave të pista, të cilat sipas saj po deformojnë tregun dhe po prodhojnë pasoja të pakthyeshme për ekonominë reale. Në përfundim, Tabaku nënvizon se rënja e euros nuk është thjesht një tregues financiar, por rreziku real që po thellon varfërimin e shqiptarëve, po shkatron prodhimin vendas dhe po minon të ardhmen ekonomike të vendit, në mungesë të një reagimi serioz nga qeveria.